e njerëzimit që ktheu ligjet e natyrës i ktheu në hynore. Për shembull, kur themi ne zana, ora, shtojzovallje, janë këto që ruajnë pyllin, janë hyjni këto. Ai që mande për të prerë një drun atë kohë, duhet merrte leje ke zana, nëse mande spatë kokë poshtë, njeriu i atëshëm që është vazhduesi janë pikërisht shqiptarët e sotshëm me to rregull deri para 50 vjetëve, që një Gibran që shkonte në pyll, priste, do merrte leje o zan, më fal thoshte. Më fal sepse e merrte spatë me kokë poshtë, kthente me kokë lart, do priste i dur për të ushqyer familjen. Po sot sa më zan më fal. Po deri para 30 vjetë, 50 vjetë. Por Taulan Balla ka marrë leje të zanat? Ka marrë kepejorje. Zana, ora, nuk dukeshin do, po janë hyni që personifikonin një fuqi. Ora ato edhe mund t'jenë, por ne... Po s'ka më pyje, pa! Ka më të pylli orbital që bëri Lali, plot me zana. Ose le themi hynia Asklepi, që ishte një person i mjekësisë, hynia i mjekësisë, që 1500 lindur në Epidanë te nga Malizi, sot për në atë kohë... Aty të karburanti. Muriqan. Bëndet që ishën të njëjta, pëthuajse. Dhe ne jemi përfajsusit, sepse Asklepi, ai që të mbyll sklepat për mos me pa. Sklepat, si mbyllet sklepat? Sklepat. Po sklepat që më thënë? Sklepat janë ato pislikje to. Mbyllet sklepat, edhe të o të kuronde, o të bënde gjithë përshirinë. Po gjisa, do ke pasur gjisin edhe pra ne thot ajo sklepat pa. Edhe ky hynim vete, po hynia e tij, dinastia hynore e mjekësisë, vazhdoi nga sklepi 1500 para e.e. dhe erdhi deri në vitet e të kulturës. Kuj lexon këto e mos ka blerë në librit e temu. Ai shkruan vetë thua libër e temu. Si vuni seda. Pastaj latinët që erdhën 200 diku në botinë e quajtën Esqualapi. Pra perëndit ose Hades, vllai i Zeusit. Ne i themi perëndi mitologjike greke. Ai që ande dhe, që bënte njerëzit të hanin dhe. Edhe Zeusi Hadeun, shumë ti thoshte vllai merre këtë varose, do mbasi e vrisë Zeusi me jepi haçik dhe. Vrisë Zeusi me hushë dhe. Nuk e ka zhytën edhe, pse do të është Hade. Zhytën dhe. Dhe kalojmë edhe nga impresori jon se Po, mirë se Tamam, fix. na sqarojmë shumë gjëra. Pa.